Thelloi skandalin në një prej projekteve më të rëndësishme infrastrukturore që po realizohet në Vlorë, krahas tharjes së 10 palmave të mbjella në bulevardin e palmave, agrumeve dhe jaçarandave që po realizohet në qytet, ende pa përfunduar me ky projekt, të tjera palma priten tashmë prej tij. Palma këto të thara më parë, të cilat janë prerë trungjet, ende pa përfunduar edhe punimet në këtë zonë. Siç mund të ndiqni, edhe nga pamjet të cilat i ka filmuar televizioni jon, dallohet qartësisht që janë disa palma përgjatë lotit të parë të këtij projekti, të cilat tashmë janë prerë. Trungjet e tyre mund të konsiderohen të ndara në dy pjesë, ku bazamenti vijon të jetë ende i mbjellë në zonë, ndërsa pjesa e sipërme e trungut është larguar prej andej. Por përgjatë gjithë pjesës së parë të segmentit që ka përfunduar tashmë së rihabilituari, ka edhe të tjera palma, të cilat janë prerë në pjesën e kurorës së tyre. Kujtojmë këtu faktin që këto pemë janë mbjellë në këtë projekt vetëm pak kohë më parë si pjesë e rëndësishme e tij. Gjithashtu, trungjet e shumë palmave janë tashmë në shesh të prera, të vendosura në një pjesë të territorit të realizimit të këtij projekti, ku më parë ka funksionuar si obor i gjimnazit Halim Xhelo. Nga ana tjetër, pavarësisht se pati një ultimatum nga përfaqësues të lartë të Bashkisë së Vlorës për shtimin e ritmeve të punës, firma e cila po realizon këtë projekt, me sa duket, nuk e ka vënë as pak ujë në zjarr. Në zonë, punojësit të cilët merren me realizimin e këtij projekti vijojnë të jenë të pak në numër. Përgjatë nëntorit, projekti thuajse nuk ka avancuar as pak, duke mbetur në vend numëro. Në tabelën informuese të vendosur, në hyrje të kantierit të ndërtimit, bëhet me dije se afati i realizimit të punës është një vit. Punimet për realizimin e këtij projekti kanë nisur në muajin tetor 2024, teksa tashmë duhet të kishin përfunduar, ku janë jashtë afateve. Por pavarësisht se kanë kaluar çdo afat të parashikuar, deri më tani në zonë është realizuar sipas informacioneve vetëm 70% e këtij projekti.